E në një realitet ku shpesh heshtet për të vërtetën, a i gjetë të tregoj me zë të larta të përmes figurës, skenës dhe ndjesis. Regjisor, skenarist, producent dhe bitë gjitha një zë i guximshëm i kinemas shqiptare. A i ka sill në ekran tema të forta shpesh herë shumë të pazakonta, por të domosdoshme. Është i vlerësuar në festivale ndërkombëtare si ai në Tampere, në Helsinki, në Manchester, Buffalo e më shumë. Ka udhëhequr dhe teatrin e Ferizait Adriana dhe vazhdon të jetë një njeri që investon vetë për artin që beson. E sot një përmjet Skype do të flasim me Besim Mugzmajli, një krijues që nuk trembet as pak nga e vërteta. Besim, mirë se erdhe dhe në emisionin tonë për herë të parë. Fatkeqësisht në përmjet Skype-it, besoj herën radhës do jesh këtu në studion tonë për të biseduar gjëre gjatë edhe për më shumë për karrierën, punën dhe frytet e tua. Faleminderit për këtë mundësi, sigurisht me kënaqësi do t'jemi pranishëm edhe fizikisht në një rast tjetër. Padyshim. Ke ndërtuar një emër shumë të fuqishëm si një nga regjisorët më revolucionar të kohës sonë. Si e sheh këtë rrugëtim nga Ferizai e deri në skenat ndërkombëtare si festivaleve të mëdha si ai Helsinkit? Sigurisht që krahas gjithçka tjetër mendoj që është pasioni ajo që udhëheq një artist drejt qëllimeve të veta. Unë konsideroj veten tek nga mesi i rrugës ose ndoshta në fillimet e gjanave, të cilat potencialisht mund të jenë shumë të rëndësishme dhe më të vlefshme në të ardhmen që lidhen me kineman edhe veçanërisht me kineman, po dhe me teatrin sigurisht. Nuk ka qenë rrugë e lehtë, nuk është rrugë e lehtë, mirë po ndoshta nëse kishim i përmend cilët janë përbërësit e sukseseve potenciale të cilat një artist mund të ketë, atëherë mendoj që është konsistenca dhe pasioni. Këto dy elemente mendoj që bëjnë të mundën që artisti me realizuar të ëndrat e veta dhe me kriju ëndra të tjera, sepse realizimi i secilës ëndër të një artisti realisht prodhon ëndra të tjera dhe është një lloj vazhdimësi, një lloj dëshire për një lloj zinxhiri që nuk ndalet, mendoj. Patjetër. Një lloj zinxhiri që nga kjo dëshiron tjetrën, pastaj tjetrën dhe normalisht ajo të shtyn që të punosh edhe më shumë dhe mos të ndalesh. Të ndalem pak edhe te fakti se ke qenë edhe drejtori i teatrit Adriana dhe organizatori festivaleve të teatrove. Çfarë roli ka luajtur teatri në formësimin tënd si regjisor dhe si kontribon ai në jetën tënde, po ashtu edhe në jetën kulturore të qytetit? Po, kam qenë udhëhec drejtor artistik në teatrin Adriana, ndërsa vazhdoj të jem organizator ose drejtor i festivalit teatrove këtu në Ferizaj. Normalisht i teatri, unë kam filluar me teatr, do të thonë hapat e mi parë drejt arteve skenike kanë qenë teatri dhe kam vazhduar për gjatë gjithë kohës time, pavarësisht që me shumë pasion kam studiuar dhe jam marrë me filmin. Mendoj që janë të lidhuna jashtëzakonisht shumë i shërbejnë njëra tjetrës dhe sigurisht kam pas ndikim jashtëzakonisht madh në formësimin tim kështu personal e profesional. Kështu që normalisht teatri është përditshmëria jeme, është diçka për cilës ka shumë vite që nuk kam shkuar asnjëherë, qoftë me plane pune, qoftë me punë aktive, konkrete, kështu që sigurisht ka qenë pjesë vazhdueshme e punës time. Filmi yt, një animacion i përzgjedhur në festivalin e Helsinkit, ka marrë shumë vëmendje jashtëzakonisht. A mund të na tregosh pak a shumë për këtë projekt dhe si lindi ideja pikërisht për këtë film animatik? Po, është një zhanër krejtësisht unik, konsideroj, për shkak se është një mix mes pamjeve reale që i kam xhiru edhe karaktereve të animume, të cilat i kam punu me flakën edhe me bashkëpunëtorët e saj. Ideja ka qenë krejtësisht spontane, krejt filmi është punu në atë formë dhe ka lindë në momenti kur kam pa që lumi në Rodime, i cili ka lënë rreth lagjës këtu në lagën afër shtëpisë, është tha edhe ka qenë një eksperiencë e parë me pa atë lumi i cili nuk ka ujë më. Në të cilin kem pas një fëmijë të jashtëzakonshme me shokët e me rrethin, edhe kom regjistruar atë moment, mandej kom mendu se cilat janë hapësinat tjera pashtansisht me salumit të cilat kanë degraduar dhe janë transformuar me kohën dhe nuk e kanë atë bukurinë
cilën e kemi jetuar ne si fëmijë, dhe kam pa që edhe shumë elemente tjera, si që është shkolla ku kam qenë për herë të parë, në klasë parë, e cila pak përfundoi Diego në fund, hapësina ku kem ndujt futboll, shtëpia e vjetër ku jam lind, dhe pash që shumë gjëra të rëndësishme të fëmijës teme sot janë thjesht pjesë e kujtesës dhe nuk ekzistojnë si tilla, edhe nuk janë konservuar si objekte të rëndësishme, po faktikisht kam vetëm pjesë e memorisë teme. Do thotë kjo pak a shumë ka qenë rrugtimi, kam xhiru gjitha këto hapësina, mandej kem vendosur që personazhi i cili qarkullon gjitha këto elemente të rëndësishme të fëmijës tem tjetë i animum për shkak që edhe sjell fëminin për përshtypjen tem edhe më bukur se sa që mund të vinte përmes aktorëve real. No. Kjo ka qenë pak a shumë rruga dhe mënyra e realizimit. A e prisje që të merr kaq shumë vëmendje? Ndoshta nuk është modeste me thonë, po nuk në këtë është jashtëzakonisht treg i vështirë çështja e festivaleve në botë, për shkak se në secilin festival të rëndësishëm që potencialisht mundesh me qenë, ndoshta në top 50 filmat maksimum që mund përzgjedhen kanë aplikuar mbi 8000 filma, domethënë është mirë, po mendoj që gjithmonë ka hapësinë për ide të cilat festivalet i konsiderojnë unike, edhe ne kemi bërë përpjekjen që të jetë një projekt unik, siç e përmenda, një mix zhanresh, një mix edhe teknikash punës, kështu që kjo ka qenë ndoshta edhe tematika mendoj se ka prek mjaft një realitet të hidhun që po ndodh kohëve të fundit, edhe të gjithë kemi nostalgji për vendet ku jemi rritur, për vendet ku kemi kaluar momentet më të lumtura, ku tani nuk janë më për shkak të ndërtimeve të ndryshme apo për shkak që koha tranzicioni ka ndryshuar. Tematika besoj ka qenë e prekshme edhe mënyra e realizimit, dhe ja ku ka dalë një frut shumë i bukur për të marrë vëmendje dhe padyshim për të plotësuar një nga ëndrat tuaja. Besim ti njihesh edhe si nga ata regjisorët e rrallë që realizon filma me buxhet vetanak. Sa sfiduese është kjo dhe çfarë të mban të motivuar për të mos hequr dorë nga krijimtaria? As pak nuk ke përkrahje institucionale. Mendoj që përgjithsisht nëse përkrahesh apo jo, nuk ka moment perfekt për me gjiru. Nuk ka kushte perfekte kur për me gjiru. Për shkak se me prit kushte perfekte mendoj që kur nuk bën kur shpim, kështu që unë kam para pëlqyer që me këto di fjalë me gjujt në ujtë ftoft me kursimet e mia edhe në mënyrë që me realizoj idetë e mia, për shkak se e kam konsideruar të pamundën me prit me vite ndonjë projekt i cili në një konkurrencë sot madhe aq pa drejt mundesh me gjetë hapësinë, kështu që normalisht kam gjetë alternativa tjera të cilat janë me vetë financim me kursimet e mia, mirë po edhe me një fakt tjetër edhe më të rëndësishëm që ka ekzistuar një besim i njerëzve, i bashkëpunëtorëve të mi, të cilët edhe ata kanë investuar veten e tyre që të jenë pjesë e këtij projekti. Do të thonë është një bashkëdyzim i vullnetit, dëshirës edhe financave të mia personale, të cilat më kanë qenë të mëdha normalisht, për shkak se do flasim për filma të pavarur, edhe krahas saj edhe përkraja e artistëve me cilët kryesisht aktorëve me cilët kam punu, që kanë qenë gjithmonë të dashëm të me i shty idetë e mia dhe me i çu deri në fund. Ti përpos filmave tjera, edhe filma me metrazhe të shkurtra, të cilat kanë marrë edhe çmime të ndryshme ndërkombëtare, ke ndonjërin më të veçantë nga ta? Mi ndasi një vra. Ndoshta rëndësinë e vet, po, mendoj që një film i cili më bën me mendu që duhet me ju kthy ndoshta si lloj është filmi Erë, një prej filmave të mi të mëhershëm. Mendoj që forma se si kem punu është interesante dhe mund gjej prapë mundësi shprehje. Ndoshta filmi Erë është filmi më i veçantë deri tek këta filmat e fundit. Edhe pse nuk është prej filmave më të suksesshëm të mi, është filmi i cili e kam kështu më favorit.
Çfarë po të frymëzon më shumë për të ndërtu tema që ti, më saktësisht i trajton, qofshin ato për ekstremizmin, shoqërinë patriarkale apo trafikimin e qenieve njerëzore? Normalisht ajo që jo vetëm mu, po secili ndoshta filmbërës e bën me realizu idetë e tyre me mediumin e filmit është dëshira për me rrëfyt, dëshira për me i thonë diçka shoqërisë. Motivet edhe inspirimet janë lloj-llojshme, mund të vinë edhe prej diskutimeve, mund të vinë prej situatave, mund të vinë edhe prej krizave të ndryshme që ka individi, që mund të kemi ne, para së gjithash, por edhe krizat të cilat mënim me identifikue që janë unike të shoqënia, të personat të caktuar. Inspirohemi të rrëfimet e njerëzve, të mendimet tona, të ballafaqimet, për dishmënia, normalisht çdo gjë që dëgjojmë, prekim e shohim është potencial real për me qenë inspirim për veprat tona. Edhe pak a shumë këto janë, si më thon, baza mbi të cilat ndërtojmë fillimisht rrëfimet dhe mandej realizojmë ato në mediumin e filmit apo edhe teatrit në rast. Po sa janë shqiptarët të gatshëm për të pranuar këto tema? Ke pasur ndonjëherë pengesa për cenime? Ndoshta tema e shkuarjes njerëzve në Siri, po kur njerëz i bashkoheshin luftës atje, ka qenë jashtëzakonisht temë nxehtë në atë kohë, edhe realizimi i atij filmi sigurisht që ka prodhu diskutime, ka prodhu edhe zona të kundërshtues e kërcënues, të cilët kanë ardhur drejtim temin, mirë po është tjera parë që po e them në fakt tim, njerëz të mi ta them e kanë ditë këtë fenomen dhe si më thonë, ballafaqimet e mia me njerëz që kanë qenë totalisht agresiv në këtë aspekt. Mirë po kam provu maksimalisht që kjo të metet një ngjarje e hermetike e imja, sepse e para nuk i kam marrë shumë seriozisht dhe dyta nuk kam dashur që me shfrytëzu si mundësi që me u viktimizu e me bo heroin që po kërcënohem si artist mes grupeve të caktume, edhe tash kanë kalu 7 vite, ato kërcënime, ato gjana nuk janë më, edhe konsideroj si temë mbyllur me cila fatmirësisht nuk ka prodhu ndonjë telashe konkrete. Dhe pastaj mo tani nuk ke asnjë farë pengesa dhe tani je padyshim i lirë për të vazhduar dhe për të pranuar prapë. Do rikthehem edhe pak vetëm te teatri, se ti përveç filmit ke sjellë edhe shumë shfaqje teatrore. Si ndryshon procesi krijues mes teatrit dhe filmit dhe cilin nga këto dy forma ti e ke më afër vetes? Procesi krijues është sado që kanë ngjeshmëni, sepse është puna e rrëfimeve dhe puna me aktor, procesi krijues sigurisht është shumë i ndryshëm për shkak të sidomos për shkak të konvencës që sjell teatri edhe për shkak të teknikës së realizimit që sjell filmi. Normalisht të dyja kanë vështirësitë e veta, në aspektin logjistik e organizativ filmi ka vështirësi të jashtëzakonshme, ndërsa në aspektin e kontinuitetit të rrëfimit punës me aktor, sigurisht që teatri është shumë i vështirë. Dyja të i bëj me shumë knatësi. Shpesh herë teatri është dhe me qenë tepër i lodhshëm. Nuk e di, kam përshtypje kështu të luhatshme, shpesh herë duket që kam një dashni të jashtëzakonshme për teatrin, sidomos gjatë procesit të ndonjë shfaqje, ndonjë momenti ku krijohet diçka që konsiderohet e bukur në skenë, mandej gjatë xhirimeve kur realizohet diçka e mirë edhe si potencial i mirëfillt artistik thu që filmi. Më thonë kam përshtypje të lohate, mendoj që të dyja i du parafërsisht njëjtë me nuancat vogla herë të njëna, herë të tjetra, varësisht se çka jam të punuar në cili moment të krijimit jam. Mundohesh mos me i dhmu asnjënën, kështu që pak i kushton rëndësi njënës pak tjetrës, a? Patjetër. Një mesazh për në fund për të gjithë ata të rinj që duan të merren me film, po ndihen të pamotivuar për shkak se nuk janë të mbështetur qoftë nga ana institucionale, familjare, sociale, shoqërore, thjesht nuk e kanë atë guximin dhe nuk e kanë atë mbështetjen që ju duhet në shpirt. Dhe një nga shembujt kryesorë që mund të jep një mesazh, të përçon një mesazh motivues dhe të inicion ata të merren realisht dhe të plotësojnë ëndrat e tyre, je ti. Të lutem, na jep një mesazh.
Faleminderit shumë. Mendoj që para se me dhënë mesazhe motivuese, para duhet të dinë që filmi veçanërisht para teatri janë rrugë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë, e sidomos në hapësinat ku jetojmë ne që konkurenca është e madhe dhe shpesh herë është e padrejtë. Mesazhi im është që ata t'i njekin ëndrat e tyne me një konsistencë dhe pasjen të jashtëzakonshëm, për shkak se është e vetmja rrugë që potencialisht kanë me i sjell rrëfimet e tyre para audiencës. Domethënë, duke provu me qenë origjinal, duke insistu në idetë e tyre, duke i shty me gjaks ato ide përpara, edhe duke i njek, si me thonë, pasionin edhe intuitin e tyre për ato se çka ata konsiderojnë që është e bukur dhe ja vlen të i tregohet publikut kudo, jo vetëm në hapësinat tona shqiptare, por kudo në botë. Besim, unë të faleminderit shumë për këtë intervistë. Unë jam jashtëzakonisht mirënjohëse dhe i gjithë stafi i emisionit Ritmi i ditës që pranove t'jesh pjesë e emisionit ton. Padyshim çdo fryt i yt u bëft një fryt i njohur në bazë ndërkombëtare, ashtu siç janë edhe më deri tani, të na bësh krenar kudo që të shkosh dhe mos të ndalesh asnjëherë. Ne herën e ardhshme të presim këtu në studio. Shumë faleminderit për krejt komentet, edhe me kënaqësi do të jem në studio herën e ardhshme e shihemi atje për tema e për projekte të reja. Faleminderit. Padyshim që po. Faleminderit edhe një herë.